Besoj që do t'jetë vetëvendosje, disa mund të fitoj, po në disa mund të humbë, si që është Podujeva. Gara do t'jetë për partinë e parë me numër të komuna mes LDK-s dhe PDK-s, për shkak që këto parti, disa komuna mundën me i humbë, po në disa, për shembull, si që është Klina, ndoshta edhe Lipjani, apo Shtimja mund të ketë edhe ballotazh ose mund të ketë rikthim të këtyre partive, për shembull, në këtë rast PDK-ja ka qeverisur më herë këto komuna, por e rrezikon seriozisht ndoshta vushtrin. Si komuna më të sigurta... E rrezikon vushtrin PDK-ja? Mund të rrezikoj vushtrin PDK-ja, për shkak që është një garë shumë e fortë që sigur do të ketë ballotazh. Edhe dim që çdo partia që është në qeverisje, nëse futet në ballotazh, rreziku është më i madh. Ndërsa LDK-ja mund të humbë ndoshta Junikun, por mund ta rikthej Podujevën, sepse po duket... Pyes edhe veçanërisht për komunë pas komune.